Mos lajmë një gjithë pa thënë pak më përpara. Nga çfarë biseduam deri tani, dy gjëra kisha merakun edhe nga ato që diskutuam. Cilat janë? E para, a ndihmohen ata që janë në burg me manifestime të tilla? Kroacia ka qenë e gjitha unike pro ante Gotovinës. Vërtet ai jo gjykatë speciale, po gjykata e Hagës. Por gjykata e dënoi njësoj, pavarësisht sa ishte hero kombëtar në Kroaci. Ti po të shkosh në gjithë margjinat sot, nga serbët e Kosovës, deri ke serbët e Bosnjës, unë kudo që kam shtitur, gjen në për lokale, akoma fotot e Mladiçit dhe Karadziçit, që për shumë serb janë akoma heroj. Por kjo nuk e dënoi, nuk e pengoi gjykatën e Hagës t'i japi atë që e meriton. Dhe, pra, nga pikpamja praktike, këto manifestime nuk ndihmojnë. Frika ime është që këto manifestime që vjen në shërbim të fushatave elektorale mund t'i dëmtojnë ata që janë brenda. Mund t'i dëmtojnë. Pse mund t'i dëmtojnë? Kush e ka parë sadopak gjyqin kundër Thaçit, Veselit që zhvillohet në Hagë, po të shikosh me vëmendje, thelbi, shtylla kurizore mbrojtjes tyre kush është? Ne s'kemi qenë komandant, ne s'dinim gjë, ne s'kontrollonim gjë, ne s'na binde njeri. Madje dhe dëshmitarët që Thaçi ka thirrur, që nga James Rubin, çfarë thoshte? Thoshte që Thaçit si bindeshin komandantët. Pra krimet janë bërë, është mbrojtja pa djenin e Thaçit, Veselit, Jakub Krasniqit, etj. etj. Tani, çfarë do thot protesta nesër? Ndërkohë që Thaçi dhe Veseli mbrohen, ne nuk jemi komandant në Hagë, protesta nesër thot që liria ka emër, ju po na dënoni komandantët e lirisë. Pra, një lloj proteste e tillë shkon totalisht në drejtim të kundërt me mbrojtjen që bëjnë, ata s'dua t'i them të gjorët, me mbrojtjen që ata bëjnë para gjykatës. Dhe po të kemi parasysh si ka proceduar gjykata, ka marrë dhe shkrime gazetash prokuroria në Shqip për treguar që këta ishin lider e komandant dhe janë fajtor për krimet. Se duhet jemi të qartë, askush nuk e akuzon ata të katër që janë atje, që keni shkrepur këmbën dhe keni vrarë njeri. Ata akuzohen për përgjegjësi komanduese. Dhe ata në gjykatë thotë ne s'ishim komandant, ne s'na pyeste njeri. Kurse manifestimi i Tiranës thotë jo, këta janë komandant. Pra në këtë kuptim, kjo e rëndon pozitën që ata mundohen të çfrynë në sallën e vogël të gjykatës. Dhe në këtë kuptim, kam frikë se mund t'i bëj dhe dëm. Me që thatë se nuk doni të jeni për krah nesh, kryeministri nuk do t'jetë nesër në protestë. Hajde, pse nuk vini? A mundot një shqiptar të shkelmoj mbi këtë gjak? Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është një shërbëtor i Aleksandr Vučićit. Po dhe çfarë do etnie që ti përkisti banorët të Shqipërisë? Ndaj genocidit duhet të qëndroni. Ky është genocid. Ku e gjeni forcën ju të shkelmoni mbi gjakun dhe jetën e këtyre njerëzve? Edhe serb po t'ishin, do të votoja, po ta kishin bërë shqiptar. Genocidi është krim me shëmtur. Dhe ai është jashtë çdo lloj koncepcioni. Ju bëri bashkëautor në krim. Me Tiranën. U bën 2 orë në këtë seancë që po i bie gjoksit se kush e dashuron më shumë Kosovën, në një nacionalizëm të shterp, duke akuzuar në mënyrë të ndërsjellë se kush ka bërë afera me Vučićin e kush e ka bërë me Miloševićin, ndërkohë që ka një zgjidhje fare të thjeshtë. Njëra palë të pranoj mocionin për gjenocidin në Kosovë dhe gjithë së bashku të shkojmë në tubimin për krerët e UÇK-s. Nuk ka pse të vazhdoj kjo farsë tash të 2 orë. Sa i përket pastaj patriotizmit dhe dashurisë për atë dheun, e keni dëshmuar të dyja palët, kur ka qenë
ajo radha dhe rasti për të keqeverisur shqiptarët, për t'ju vjedhur fondet, e treguat edhe sot, madje. Pra, ki ironia, thonë grekët. Ki ironia, që ironia. Me thënë dhe drejten, me erdhi keq që të paktën sot, u përsërit një gjë që ka 30 vjetë që përsëritet. 30 vjetë sase. 30 vjetë, unë nuk kam dëgjuar një herë që njëra palë të ketë pranuar propozimet e tjetrës. Kur më bëtë? Pra, lufta politike në Shqipëri është shumë e egër, me qenë se me sa duket edhe pushteti është shumë i ambër. Një ambër është, ka qenë një ambër për të gjithë. Edhe sot u përsërit e një të gjë. Shpresoja që sot mund ishte një atmosferë tjetër atje, për të thënë që kombi shqiptar është kundra asaj që po ndodh në Hagë. Dhe asgjë më shumë nuk do influencojmë mbi vendimet e gjykatës, sigurisht. Unë kam frikë se ata do gjejnë ose beb të vogël për t'i dënuar shumë pak. Do me thënë të pak të në këtë që kanë berë. Por është vërtet për të ardhur keq, por nuk më çuditi. Është për të ardhur keq, thuaj dhe... Nuk më çuditi, është një histori që përsëritet. Unë të falenderoj shumë që në ndihmove në brëmin e sotme. Asgjë. Edhe ju faleminderit që më ftuat. Nuk do harrojmë tani, do t'jemi që të flasim për problematikat e ndryshme. Se ti duhet të tregosh në gjëre, se ka kaluar dhe kohë edhe nga ato gjërat e atërshme dhe të tanishme të gjitha, t'i përzijemi dhe të flasim. Popullata ka nevojë të dëgjojë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Faleminderit natën e mirë. Pra të nderuar, ju e ndoqit tani këtë punën. Pushat. Mos lanojnë gjithë pa thënë pak më përpara. Nga çfarë biseduam deri tani, dy gjëra kisha merakun edhe nga ato që diskutuam. Cilat janë? E para, a ndihmohen ata që janë në burg me manifestime të tilla? Kroacia ka qenë e gjitha unike pro ante Gotovinës. Vërtet jo gjykatë speciale, po gjykata e Hagës. Por gjykata e dënoi njësoj, pavarësisht sa ishte hero kombëtar në Kroaci. Ti po të shkosh në gjithë margjinat sot, nga serbët e Kosovës, deri ke serbët e Bosnjës, unë kudo që kam shtitur, gjen në për lokale, akoma fotot e Mladiçit dhe Karadziçit, që për shumë serb janë akoma heroj. Por kjo nuk e dënoi, nuk e pengoi gjykatën e Hagës t'i japi atë që e meriton. Dhe, pra, nga pikpamja praktike, këto manifestime nuk ndihmojnë. Frika ime është që këto manifestime që vjen në shërbim të fushatave elektorale mund t'i dëmtojnë ata që janë brenda. Mund t'i dëmtojnë. Pse mund t'i dëmtojnë? Kush e ka parë sa do pak gjyqin kundër Thaçit, Veselit që zhvillohet në Hagë, po të shikosh me vëmendje, thelbi, shtylla kurizore mbrojtjes tyre kush është? Ne s'kemi qenë komandant.